Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 45 vjeçe dhe po, është e vërtet, nuk kam pasur kurrë një lidhje me një burr. Njerëzit kur e dëgjojnë këtë reagojnë çuditshëm. Disa habiten, disa qeshin me siklet, disa mendojnë se po fshe diçka. Por e vërteta është shumë më e thjeshtë dhe ndoshta më e ndërlikuar njëkohësisht. Unë thjesht nuk e kam jetuar atë pjesë të jetës. Jam rritur në një familje të thjeshtë me shumë rregulla. Vajza duhet të ishte e turpshme, e përmbajtur, të mos fliste shumë, të mos bënte gabime. Dashuria ishte diçka që vinte pas martese, jo para saj, dhe unë i mora këto fjalë si ligj. Në shkollë isha e qetë, e tërhequr, nuk isha nga ato vajzat që binin në sy, por as nuk mungonte vëmendja apo ftesat. Kishte djem që më shikonin, përpiqeshin të më afroheshin, por unë gjithmonë mbaja një distancë. Më dukej sikur nuk isha gati, sikur çdo hap i tillë ishte shumë i madh për mua. Dhe kështu pa e kuptuar fillova të mbyllem gjithnjë e më shumë. Vitet kalonin dhe unë bëhesha gjithnjë e më e kujdesshme. Shoqet e mia filluan lidhjet e para, dashuritë e para, zhgënjimet, flisnin për to me emocion, me dhimbje, me pasion. Unë i dëgjoja, por nuk kisha çfarë të tregoja. Thosha gjithmonë, do vi edhe momenti im. Por momenti nuk erdhi. E vërteta është që brenda meje gjithmonë kam pasur një dëshirë të fshetë. Një lloj burri që më ka tërhequr gjithmonë. Jo ata që janë perfekt për sytë e botës, jo ata që janë shumë të kuruar apo të përpunuar, por ata që janë burrëror, që duken të fortë, të natyrshëm, të ashpër në pamje, por me një energji që të tërheq pa e kuptuar. Kam vënë re gjithmonë që më tërheqin burrat që kanë një prezencë të fortë fizike, që nuk e fshehin natyrën e tyre, që nuk përpiqen të duken ndryshe nga çfarë janë. Nuk është thjesht pamja, është ndjesia që më japin, siguria, stabiliteti, një lloj force që më ka munguar gjithmonë dhe nuk e kam thënë kurrë me zë të lartë. Gjithmonë kam pasur turp nga vetja ime, turp nga dëshirat e mia dhe nga ajo që unë ndjej. Kështu i kam mbajtur të gjitha përbrenda. Ka pasur raste gjatë jetës që burrat më janë afruar, disa serioz, disa më të lirshëm, disa që ndoshta do të më kishin bërë edhe të lumtur, por çdo herë që gjërat bëhen më reale, unë tërhiqesha. Një hap para, 2 hap pas. Frika më ndalte nga intimiteti, frika nga fakti që nuk isha përvojë, frika nga gjykimi. Frika se mos nuk do isha mjaftueshëm. Dhe kështu vitet kaluan. Tashmë jam 45 vjeçe dhe ndonjëherë kur rri vetëm, e ndjej peshën e kohës që ka ikur. Mendoj për gjithë ato momente që mund të kisha jetuar, për gjithë ato ndjenja që nuk i kam lejuar vetes, për gjithë ato herë që kam zgjedhur sigurinë në vend të jetës. Por njëkohësisht ndjej që brenda meje diçka nuk është shuar. Dëshira është aty, ndoshta më e fortë se më parë. Tashmë e kuptoj më mirë veten, e di se çfarë dua, e di çfarë më tërheq, e di çfarë më mungon, dhe nuk kam më dëshirë të fshihem pas turpit apo frikës. Nuk dua më të jetoj vetëm në mendimet e mia. Dua të jetoj realisht. Ndonjëherë e imagjinoj një burr i thjesht, i vërtet, me një prezencë të fortë që nuk përpiqet të jetë perfekt, që më shikon në sy dhe më bën të ndihem e sigurt, që nuk më gjykon për të shkuarën time apo mungesën e saj, që më pranon ashtu si jam dhe ndoshta më ndihmon të lirohem. Ngadalë, pa presion, pa frikë. Nuk kërkoj prralla, nuk kërkoj perfeksion, vetëm një ndjenjë të vërtet, sepse edhe pse jam 45 vjeçe, nuk ndihem e përfunduar, ndihem sikur një pjesë e jetës time ende nuk ka filluar, dhe ndoshta gjërat më të bukura nuk vijnë atëherë kur ti i pret, por kur më në fund i e gati për to.